është një broshurë, i dokumentit të pavarësisë. Sot që ne po diskutojmë, fatkeqësisht nuk e kemi dokumentin origjinal, aktin e pavarësisë. Kur është bërë, ka qenë për vjetori, kur ka dalë, besoj ka dalë rreth Ky daton në... Ky është 37, më duket se ka dalë edhe njerë në 42-shin ose 43-shin në një përvjetor, në 42-shin, dhe pasaj nuk u pa më, nuk doli, nuk u bë më publik. E dim që e ka administruar qeveria e Enver Hoxhës pas 45-ës, por nuk u bë më publik, nuk e mbajti as kur u krijua arkivi që shumë dokumenta të pavarësisë u dorëzuan në arkiv nga Ferit Vokopola, ky nuk u dorëzua. Ose për mendimin tim, ose ka administron familja Enverit, ose diku është bërë dhuratë, se nuk ka mundësi të zhduket një dokument. Një dokument ka që rëndësishëm që tregon. Ka hipoteza, edhe mes koleksionistësh shpesh diskutojmë, ka disa hipoteza që duhet të jetë diku, pra një hipotezë është jashtë Shqipërisë, dhe flitet që mund të jetë ndoshta edhe një shtet tjetër. Por nëse do të ishte këtu, një nga hipotezat që thotë Rosi është ata që kanë pasur akses